Rikthehemi tani te tema e ditës. 7 marsi është një nga datat më të rëndësishme për kombin shqiptar. Na kujton hapjen e mësonjtores së parë shqipe në Korçë në vitin 1887, por edhe sakrificën e popullit shqiptar për të mësuar dhe kultivuar gjuhën shqipe. Por si ka ndryshuar profesioni dhe reputacioni që ka profesioni i mësuesit, ndër vite dhe cilat janë sfidat e arsimit sot, do të flasim me veteranen e arsimit, profesoreshën e gjuhës shqipe, zonjën Merita Abazi. Kënaqësi të ju kemi në studio. Ju falemnderoj për këtë ftesë dhe të gjithë spektatorëve, dëgjuesve, shikuesve. U auguroj këtë datë të madhe të festës sonë kombëtare, kudo që të jenë shqiptarët, këtë ditë e kemi ditën më të shenjtë, sepse është një ditë e dritës, një dritare e hapur, një perde e grisur e errësirës që të shkojmë përpara. Shfrytëzoj rastin dhe unë në emrin tim personal, por edhe ekipit të televizionit Alsat, t'u augurojmë juve 7 marsin, por edhe gjithë mësimdhënësve kudo që janë. Kudo që janë, edhe u po ashtu. Zonja Abazi, si mendoni se roli i mësuesit sot është më i vlerësuar apo më i sfiduar se më parë? Unë të nisi me atë se roli i mësuesit dikur ka qenë shumë më i rëndësishëm, ka pas më tepër autoritet dhe nxënësit kanë qenë shumë punëtor, shumë më të zellshëm dhe prindërit e tyre kanë qenë shumë më kritik ndaj fëmijëve të tyre. Më duket se dal nga dal po ndryshon pak koha. Prindërit më tepër janë në anën e fëmijëve sesa në anën e edukatorëve. Sido që të jetë, sot nuk është si dikur. Mësimi më duket se sa do këto po disfavorizohet dhe ajo që duhet të jetë më me rëndësi është se shkolla si shkollë duhet të respektohet, sepse është një vend i shenjtë. Mësuesi e ka vendin e vet shumë të rëndësishëm dhe fëmiu duhet të jetë ai që do ta dëgjoje, do ta nderoje dhe normal se ka të drejtë të lëvizje, ka të drejtë të pyese, mirë po, jo aq edhe të drejtë sa mos të dëgjoje edhe të bëje çka të doje vetë. Një nga problemet kryesore, të themi kanceri i sistemit arsimor, për cilën flasin hapur edhe vetë mësimdhënësit, është politizimi i arsimit dhe punësimi i kuadrove partijak. Është problem i kahmotshëm, deklarativisht partitë janë pro depolitizimit të shkollave, por kur vinë në pushtet secila e parti e vazhdon avazin e njëjtë. Sipas jush, çfarë duhet bëhet në mënyrë që shkollat, sistemi arsimor të çlirohet nga kthetrat e politikës? Unë mendoj një gjë tjetër. Arsimi është shtylla e një shteti, sepse çdo gjë nis prej aty, prej ABC-s dhe më tutje. Çdo sektor në një shtet shkon në bazë të arsimit dhe zhvillohet sipas asaj. Ministria e Arsimit prej viteve të pas luftës dhe deri më sot ka ndëruar kush e disa e sa ministra. Janë ndëruar dhe me ndërimin e ministrave janë ndëruar shumë programe shkollore dhe mësimore. Unë jam inkuadruar në sistemin arsimor në gjimnazin Zeflush Marku në vitin 1980. Ishin vitet të turbullta. Mirë po, mësimi ishte mësim. Mësimi ishte mësim, nxënësit vinin, edhe pse kishim mjaft turbulenca të ndryshme. Mirë po, sido që të jetë, ne mundoheshim të mbajmë atë balansin në mes, sepse ishim në një shkollë, në gjimnazin Zeflush Marku dhe Nikola Karpe ndanim për gjysëm, edhe sa do këto kishim tolerancë ndaj njëri tjetrit. Edhe ne ndaj nxënësve Maqedonas, edhe ata ndaj nxënësve tanë, po edhe me kolektivin. Sido që të jetë jemi ruajtur shumë, sepse ishin kohra të këqija. E kisha fjalën se me të vërtet shumë më ndryshe është kur ndryshon programi. Vazhdimisht bëheshin reforma të ndryshme, që i vështirëson të punët edhe të mësuesve, të arsimtarve, profesorëve e kështu me radhë. Por edhe realisht a kishte kushte që të zbatohen ato reforma?
që të zbatohen ato kishte ide reforme. për digitalizim të plot, ndërkohë që larg asaj që shumë shkolla nuk kanë internet, nuk kanë as banka dhe karike në për klasa. Po, ajo ishte shumë me rëndësi, sepse një vjet na sollën shumë, më duket gati 500 kompjuter. Betën kompjuterët na u prishën në podrubet e shkollës, sepse një internet, jo e dyta, nuk ishin të trajnuar. Arsimtarët na dërguan neve në disa trajtime. Mirë po, ajo duhet vazhdimisht. Sistemi i ri, i sotëm që është, kërkon trajnime të vazhdueshme të mësuesve, të arsimtarëve, të punëtorëve të arsimit. Një, e dyta, kërkon edhe ndryshime të rëndësishme në arsim, në mësimin e përditshëm me nxënësit. Teknologjia e bën të veten. Nxënësit sot nuk janë si të dikushmit. Atëherë nuk kishte celular, nuk kishte internet, vraponin në për biblioteka, e mbajnë në mend, shkonin prej mëngjesit, ato që ishin pasdite, në ndrimin e pasdites, vinin në mëngjes prej fshatrave, prej kudo që ishin, shkonin në bibliotekën universitare. Mësonin dhe vinin pasdite në shkollë dhe pastaj përsëri si kanë udhëtuar. Një zot e din se si kanë qenë. E njëjta gjë, e tani ma veç i kanë krejt mundësit për mësim, nuk janë ata që punojnë, nuk janë ata që mësojnë. Një nga problemet gjithashtu, sipas jush, kujt duhet ti faturohet faji për rezultatet e dobta në testimet ndërkombëtare, siç është testimi PISA. Nxënësit në Maqedoninë e Veriut janë shumë më të dobët se sa bashkëmoshatarët e tyre në përvendet europiane. Se ndodh kjo sipas jush? Të rinjtë dhe ati janë trinj, edhe të ne janë trinj. Që në fillim në testimet PISA kam qenë kontrolluese. Pastaj edhe herën e dytë dhe herën e tretë. Dhe rezultatet e njëjta. E ku qëndron? Qëndron në atë mënyrën e përdorimit dhe zbatimit të mësimit me nxënës. Te ne është një gjë, edhe sot e kësaj dite, memorizim, mësimi përmendesh. E PISA testi nuk kërkon mësim përmendesh. PISA testi kërkon një mendim kritik, një analizë. Nxënësi duhet ta thot atë që e mendon, atë që çfarë kupton për asaj që e lexon. Edhe para mendo 0, kishte 10 pyetje të sakta dhe 10 pyetje të gabuara. Nuk kishte as të gabuara në përgjigjet e nxënësve tanë, nuk kishte edhe të atyre të gabuarat, as të saktat. Domethënë kishte shumë pak ashtu pika, sepse them janë mësuar, na vinin prej fillimit, prej shkollës fillore. Dhe kur vinë në shkollë të mesme, ata mësohen se përmendesh duhet të dihet mësimi, definicionet duhet të dihen përmendesh, e jo të shohi se të kuptojsh pse kjo gotë quhet, të ketë praktik. Nuk ka asgjë praktike, asgjë, mësimet janë të thata, teori të thata, e si teori të thata, normal se edhe fëmiu më veç mërzitet, një e dyta edhe nuk mban në mend, edhe atë nëse mëson për një notë, edhe kjo është shumë gjë me rëndësi, do të them përsëri sistemi e ka fajin. Sistemi e ka fajin, institucioni e ka fajin. Pse? Sepse i detyron nxënësit patjetër të kenë nota të larta. Edhe ai do të bëhet çmos që ta merr atë notën e lartë. Edhe tash me fëmijën, i cili do të qajë në shtëpi, prindi shqetësohet edhe vjen në shkollë edhe zihen ato raportet që janë prindë, fëmijë, e mësuese, arsimtare, edhe nuk mund të mirën vesh, normal. E të ku të ta regjistrojnë fëmijën, djalin apo vajzën time me këto nota. E tani, nuk është mësimi ashtu si që duhet, dhe për këtë arsye bie të rësisht pesha e PISA testeve. Fëmijët tanë mësojnë përmendesh. Po dhe fakti që nuk kemi tekste shkollore, sidomos në shkollat e mesme. Çdo fillim vit shkollor përballemi me të njëjtin problem. A është kjo e tolerueshme në vitin 2025? Fëmijët akoma mos kenë tekste shkollore përpara vetes. Kjo me të vërtet shumë më ka befasuar. 40 vjet në arsim kam punuar. Me të vërtet unë si nxënëse
që prej vitit, unë kur them Xanse, në shkollë të mesme, 1970-ës, kam pas krejt librat. Të gjitha librat i kam pas. Edhe nuk ka pas, ku e di, nuk më duket se ka pas do një politizim më së paku atëherë. Edhe certifikatat i kemi pas në një gjuhë. I kam pas antologjinë e letërsisë shqipe, Kosova, Tirana, mendoj historinë e letërsisë shqipe, ashtu krejt librat që kërkoheshin plan programet i kishim. Edhe ajo ishte një çudi, mirë pasi se mbarova në Shkup. Kur hyra në shkollën e mesme gjimnazit Zeflush Marku, çka të shoh? Nuk ka libra, duheshte me diktim, një orë të diktosh, a orën tjetër të spjegosh. Nuk është mirë, ato ishin njëherë disa vite, pas të filluan librat dhe ato libra jo aq. Dhe tani ne vim përsëri, më duket në vend përpara të shkojmë pas. Pse? Pse mos të ketë libër? Pse në librat të hynë mjete elemente të ndryshme që do të shkaktojnë revolt? Revoltin e shkakton në Xansin, në arsimtarin i cili aty këtu do të punoje diçka mirë, po edhe nuk do ta punoje, ashtu si duhet. Nuk e di, kjo është një gjë me vërtet shumë interesante dhe shkon sigur rrotullohet me kohën. Por edhe për profesionin e mësuesit, të rinjt shumë pak shfaqin tashmë interes. Mendoni se shteti duhet bëj diçka që të stimuloj të rinjt që të orientohen në këtë profesion, sepse tashmë ka filluar ndjehet mungesa e kuadrove caktuar, sidomos të shkencat natyrore, që nuk ka mësues matematikës, fizikës, kimis. Është një gjë që evidente, ikin kuadrot ato të mirët, ato që me të vërtet meritojnë, ato nuk mund t'i gjesh ma, apo ikin jashtë vendit për shkak të pagës së ulët. Nuk e di, drejtë të tregoj, unë kam pas rast që edhe pa pagesë kam punuar, mi për neve na kanë udhëhequr disa ide tjera. Atë kohë. Tani, shumë ekonomia është dobësuar, me një fjalë do të them, jeta është shtrejtësuar dhe me të vërtet ikin jashtë për këtë arsye. Kjo është një prej faktorëve. Faktori tjetër është një gjë tjetër. Arsimit i ikin të gjithë. Shumë pak student, edhe ato student unë nuk dëshiroj këtu të marrë edhe t'i nënçmoj studentët, po sitoj që të jetë pak student shkojnë në mësuesi. Sepse u duket se më pak orë të kenë edhe më shpejt do të mbarojnë edhe zakonisht në një prej misioneve që më kanë marë kështu njësoj edhe më pyetin çuba më tepër femra ka për para më shumë meshkuj ka pas. Mendoni se duhet shtrëngohen kriteret si në disa vende evropiane, si për shembull Finlanda, për të bërë mësues, duhet një mesatare shumë të lartë? Duhet, për mësues duhet një mesatare të lartë, po jo vetëm për mësues, unë mendoj kështu. Matura shtetërore më duket se dështoj, sepse kam qenë 12 vjetë në maturën shtetërore si kryetare, nën kryetare. Dështoj të rësisht, se edhe në maturën shtetërore filluan të bëjnë manipulimet të ndryshme. Dhe vetëm e vetëm përsëri për sukses. Për këtë arsye, unë mendoj, mendimi im personal është, të hiqet matura shtetërore, po të vehen provime pranuese. Unë me provim pranus kam shkuar në fakultet, edhe ashtu jam pranuar. Aty do të dalin në shesh ato me të vërtet diturit e vërteta. Tash, ashtu mendoj unë. Mirë, nëse shkohet kështu në këtë aspekt, atëherë mendoj se ndoshta diçka do të rregullohet. A këndej në mësuesi, mendoj se duhet me të vërtet një gjë shumë më serioze, shumë më tepër. Edhe një gjë tjetër, nëse marrim Finlandën, Finlanda ka praktikën e vetë. Nuk ka teori të thata. Si këtu vetëm me teori shkojnë. Memorizim dhe teori, asgjë më shumë. E detyron fëmijën të mësojë përmendësh diçka që nuk e din. Ose do ta mësojë edhe e mban mend sot e nesër dhe pastaj për një gabim, për një shkronjë, për një fjalë, merr një notë më pak. Nuk është ajo. Nuk duhet ashtu të notohet fëmijë. Ju faleminderit shumë për këtë intervistë. Ju faleminderit edhe ju. Ne shikues të nderuar, vazhdojmë pas pak me zhvillimet e tjera të ditës.